Ish kampi i pionerëve në Dajt, dikur një nga pronat më elitare shtetërore para viteve 90, pritet të transformohet në një rezort turistik me hotel dhe vila luksoze. Gotina, e cila shërbente si hotel dhe qendër rekreative për fëmijët, pas ndryshimit të sistemit kaloi në administrim të Bashkimit i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë, institucion që mori në zotërim edhe shumë prona të tjera publike në vend. Me kalimin e viteve, prona kaloi në disa duar përmes transaksionesh të diskutueshme me vlera shumë të ulta krahasuar me potencialin real të saj. Aktualisht, prona prej rreth 8 hektarësh zotërohet nga familja Malo përmes kompanisë Dajtel, ndërsa zhvillimi i projektit po kryhet nga Dajti Express. Në vitin 2022, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi lejen për rikonstruksionin e ish kampit dhe ndërtimin e një kompleksi të ri me hotel, ambiente shërbimi dhe 12 vila druri në stil skandinav. Projekti synon ta kthejë zonën në një destinacion turistik malor me standarde 4 dhe 5 yje. Sipas dokumenteve zyrtare, plani parashikon restaurimin e godinës ekzistuese 4-katshe, krijimin e hapësirave rekreative, parqeve dhe aktivitete sportive, si dhe ndërtimin e një kampi modern për fëmijë. Zona do organizohet në 2 pjesë kryesore, një për hoteleri dhe shërbime dhe tjetra për aktivitetet çlodhëse dhe sportive. Megjithatë, projekti ka ngjallur debate për mënyrën e privatizimit të pronës dhe çmimet simbolike me të cilat janë shitur aksione të ndërvite nga drejtues të sindikatave. Kritikat janë përqendruar edhe te zhvillimet në një zonë të mbrojtur si Mali i Dajtit dhe mungesa e hetimeve për administrimin e pronave publike.